Dhe bukur që si mirë se na vjen, folën e pa në zemra tona e gjen, me lule plot se qmushen për më tani, ashtu si zemra tona plot gëzim dashuri, gjason vyqen me sy fëmije, a kimi qesh në horizont, pranvera ka gjithmona romrinije, ajo vëne gjithmon vëmbetet shoqja jon, gjason vyqen me sy fëmije, a kimi qesh në horizont, pranvera ka gjithmona romrinije, ajo për ne gjithmon do të mbetet shoqja jon. Pranvera tokën mbush, me ngjyra gjithë pasoj, me mbushin zemra plot, me gaz në kërëson, nuk ka pranvera jon, si ngjyrat tona s'ka, pranver për mbi pranver, rinia jone bukur që kudo mi atëher, rinia jone bukur që kudo mi atëher. Herë. Hajde da. Solla korrespondencën për firmë. Si ju duket pregatitja e ceremonisë daljes drejtorit pension? Shumë bukur shoku foli si përdasëm. Dhe ku do shprehen shoqe. Nuk e martojmë drejtorin, e nxjerrim pension. Keni vretje tjera? Asnjë vretje. Më duket pak si e tepruar. Do mësojeni. Do mësojeni edhe me këtë lloj pregatitje. Me që e bëja gati makinën se të shkojmë në komitet. Hajde shpejt, mos ta vëro. Ja mbarova shoku Koli, sa ta laj. S'kam 2 minuta punë kam mbarova. Se tani e gjetë ti? Pa ishte bërë të plur, bra. Që më shku? Nësën, aveshtë të putësh misë. Pa, hajde vaskëm më. Shenë vete? Po është rënd, ku e mban do tjetër? Mbaj lure se e mbaj vetë. E mbaj vetën këtë? Samir, dorëm. Si ka që rënd kjo shme? Po prandaj se shu e mbaj një unë. Në më lule, ku e mbaj lule? Kujdes, dorëm. Ngrije shkallën? Ngrije, ba. Që janë këto shkresa burokratike ka të gjata, nuk e firmos. Ky është fjalimi që do të mbani në mbrëmje, shoku Koli. Po. Harrova duhet firmosur te ky. Çfarë bën më shoqë? Faleminderit për kujdesin. Punojnë administracinë apo mulligjinj? Çmiri lëngosu kështu si klauna cirku? Po vinim sahatin shoku Koli. Po vini sahatin ju. Po e dini ç'po bëhet ende matan apo jo? Nuk e di. Jo po ta dini. Mbaj sa mi ta zbresin poshta. U pa kjo punë. Më shpejt, më shoqja Moza, prap mendon një ankesë të re? Të lutem shumë Samin Alen, nuk e shikon se ç'po bëhet? Po në shaq që më prit në degën e planit. Mirë. Ç'po bëhet o vask? Këtu të jemi të mos e marrin vesh. Ku e di unë? Ik. Vërtet ju shoku drejtor, u ndat nga ne. Por nuk është ndarë dhe nuk do të ndahet kujtimi juaj. Po më çka gjallë? Si që ka ndodhur drejtorit? Po vjollca ku është? Në degën e plan? Po nuk ishte atje. E po mirë shikon nga dega industriale. Ky kujtim do të ruhet i gjallë, jo vetëm nga punonësit e administratës, por nga shitësit, furnitorët, magazinierët, kollaboratorët, mirë kështu. Drejtori, se nuk e kanë hapur. Qyqja! Po, sa i mirë ka qenë i shkreti. Ndërmarrja jonë do të realizojë dhe të kaloj të gjitha detyrat me qëllim që konsumatorët çfarë ka? Futu ti. Futu. Çfarë ka mëre?
Tani sa po e morën vesh. Çfarë morë vesh? Për drejtorin. Çfarë I ka ndodhur drejtorit? Ajo pra që dëgjuam nga ju. Ç'dëgjohet nga unë, ç'dëgjohet. Po ju në pasqyrë, po ja këndonit. Nekrologjin. Alarmoni një administrator. Në një kohë kur përgatitejmë për ceremoninë e daljes pension të drejtorit. Ju I dini Angërt. Jash me paraqitime. Tima, Hajde pres. Unë, masa mërë. Oj. Kuela. Hyrë. Shoku Koli, kjo shoqja është përgjegjëse dyqani. Qoftë me shtetë. E pastaj? Si pastaj po pret furnizimin? Le ta pres. Mo do më falni. Jam I zënë. Ka ardhur të ankohet për Samiun, sepse përsëri se ka furnizuar sipas fletë kërkesës. Shoqja ka të drejtë, po. Tani e gjeti kon? Po mua mikën ore furnizimit, në ora 5 duhet hap dyqanin. Ty t'ikën ora furnizimit, mua mikën ora ceremonisë. Shoku Koli, tani nuk është era I parë që shit se të vinë të ankohen për Samiun. Shoqja Vjollca mos ngatro punën e një individi me punën e një kolektivi të dalluar. Ti e di më mirë nga unë se ndërmarrja jon ka fituar 2 flamur të garave socialiste. Hajde Vaska. 3 fleta nderi? Është lavdëruar dhe në një aktiv kontar. E po mirë, atëherë të bijmë në vetë kënaqësinë për këto pastaj. Në asnjë mënyrë, s'duhet të pranojmë të bijmë në vetë kënaqësi. Ne nuk bëjmë paradën e sukseseve këtu shoqja Vjollca. Asnjëherë s'duhet të bijmë në eufori. Ne nuk kemi bërë asgjë, po të kemi parasysh se punonjësit e tregtisë janë shërbëtorë të popullit. Edhe si të tillë, duhet të jenë shembull edhe model në të gjitha drejtimet. Oreza. Prandaj edhe nuk vjen mirë puna. Stakoni ato palanti se po lëm nam. Ato po bëj. Ha pra. Stakoni amplifikatorin, apo ju vjen zor ta shqetësoni Shokun Koli. Edhe ja thoni të gjitha hapur në sy këto. Po si, do të thresim edhe do t'ja themi të gjitha. Përse shoku Sami vazhdimisht ndodhin me ju këto gjëra? Po. Edhe nuk ndodhin me njerëz të tjerë. Po shoku Sami. Po edhe këtë do ta themi. Nerre pas ke risk. Urdhëroni shokun në drejtor. Zhvishu Sami. E po unë vesh të dal lakuriqja Shoku Koli. Sami. Është I lidhur me ato parlamentin. Do mbetemi zbuluar. Si? Do mbetemi zbuluar si 3 mujor, 6 mujor, 9 mujor. Samiu ka të drejtë shoqe. Befasia është kyçi I sukseseve në punën tonë. Ajo Shoku Koli. Moza ka të drejtë që sjell kërkesat e konsumatorëve. Po pse më shoqja Vjollca neve tham që shoqja Monda s'pas ka të drejtë kështu? Moza. Po. Ne nuk tham që shoqja Monda s'pas ka të drejtë. Po ngatroni Mondën me Moza. Monda ma ka. Po edhe Moza edhe Samiu kanë të drejtë më Shoku Koli? Po, edhe Monda edhe Samiu kanë të drejtë, sepse kanë të drejtuar si zvendës drejtori ndërmarrjes, ti janë të drejtë Samiu edhe Mondës. Mozës, emër luleje. Nuk do të rrim këtu tani të mbajmë mend emrat e shitshëm. Shoku Koli. Me që shoqja ka të drejtë, urdhrojeni Samiun ta firmos. Sami. Firmosja Mondës. Po si? Mozë Sami. Mozës. Ama sa vëre dhe ti Sami? Po që bëri Moza, që bëri Monda. Rëndësi ka problemi. Ashtu siç na e theksoi dhe Shoku Koli. Drejta kurrizin, se po thyesh dyshe I Do shkret. të lutem shumë. Që janë këto kin galeri me gje. Ku sulët e shitëseve Shoku Koli? Shpejt se mos ta ikë shoku Sali se duhet jetë patjetër sonë në ceremoninë e daljes pension të drejtorit. Kush do të na vi drejtori I ri Shoku Koli, flitet gjë? Ka I shumë pas ka zemëra ku drejtorit ri me gje. Ja, pyet ashtu ka. Kishte dëshirë ta sillni prap nga gjire kolektivit prandaj. Po ja ti si thua, kush e meriton? Po tjetë për mua Vjollca. Do prishet koha. A mos u shqetësoni, nuk ka prishet kohës. Nga e diti sikur jem buletin meteorologjik. Po atë dëgjova mbrëm, do jetë kohë shumë e mirë tha. Do prishet ne që do prishet se më çajn kockat mua. Dafta, ju I dini më mirë këto po. A ka mundësi të kalojmë shok qytetar? Po kalon. Jo, faleminderit shumë. Ka qenë gol. Edhe për rrethanat e vëna, po patjetër. Fal. Por unë mendoj që për këto rrethana si janë të bërë. Do pres. Më falni shoku Sali? Oh, Shoku Koli. Si jeni Sokol? Faleminderit. Si shkon? Koli. Me që erdhe do të bisedojmë sa për problemin e ekspozitës, po do presër sa të marrë punë me Shokun Sali. Dakor. Faleminderit. Hajmo Koli. Ç'bëhet me atë mapën e re? Do ta hapim këto ditë shoku Sali. A jeni çat vonuar ju? Keni drejt. Më prit lart. Nuk vanohet.
Me më Koli. Kam një ftesë për mbrëmje. Për shokun Sali? Po. Mirë se apo. Erdhe ti plezhimozës? Shoqe, ju lutem atë vazon. Një molinë Vazo do 17. E më bëj një 3 metra basme. Nga kjo? Jo, s'më pëlqen kjo. Kjo s'pëlqen? Jo, s'më pëlqen fare. Po nga kush? Nga jo aty. Pa të se me njeri jo me që ka koshëri aty. E marrun. Me tërmënde ke? Jo, me 3 qerek. Mirë. Boj flokësh keni? Po Po si lërët, kemi? Po? Kemi të verdh, kafe, të zezë, të kuqe. Ngjyrë bizele keni? Mbaj e mirë me që ku e ke mendje? Falë veç. Faleminderit. Ua vera është se e bukur kjo bazë. Shumë e bukur. Ku e morë më shumë? Këtu te fruta zarzavatet. Si? Shumë e bukur. Këtu. Ha, këtu. A kishte? Ja 2000 metra. Sa? 2000 metra. 2000? Shoqe, ka mundësi atë basmen që morja i shoku? Ja atë. Nuk do t'i merrni këto? Jo, s'do të marrë gjë. Erdha vetëm për të parë. Sa për kuriozitet. Po ti me që çfarë do të marrësh? Asgjë. Erdha vetëm sa për të parë. Për kuriozitet. Ditën e mirë dhe të faleminderit. Një karrocë ju lutem. Një karrocë. Nga kjo? Jo, të madhe, karrocë fëmijësh. Ah, jo, nuk mbajmë ne. Shikoni ke dyqani tjetër. Faleminderit. Ditën e mirë. Nuk është ndonjë kjo copa me që? Mua mu duk shumë e mirë. Jo, them për basmën. E pra, për basmen e kam dhënë fjalën. E shikon sa është për radha për atë basme aty? Pse, për këtë po mbaj radhë me që? Po, për këtë. Edhe shkaktari jam unë. Se nuk e merrte njeri këtë farë basme. Duhet më falenderoni, shoqja përgjese, për xhiron që po i bëj njësi suaj. Po për kë e mori copën ti me që? Për një vajzë të thjeshtë, pa pretendime shumë. Jam të mirë. Po si kemi? Meqe, Urdhëro, nuk do të vish në mbrëmje ty? do t'i çoj copën asaj, pastaj si ta shoh. Shoqe, të lutem, shoqe, keni furçë rrobash? Po si? Ua, jo, furçë rrobash. Më falni. Lejoni shokë dhe shoqe që në emrin tuaj, duke përfunduar këtë fjalim të shkurtër, t'i urojmë shokut drejtor pension të gëzuar. Në të njëjtën kohë, u premtojmë shokëve nëpërmjet shokut Sali, se ndërmarrja jonë, si me drejtorin dhe pa drejtorin, do t'i realizojë të gjitha detyrat. Dhe garën me rrethin fqi, do t'a fitojmë patjetër. Po ti s'pak të nduar trokit, më burr. Po se mos jam i kësaj ndërmarrje, më i grua. Na mallën gjeve, Vask. U bëra kaqësëm. Po një fjalim të tillë nga një drejtor në këtë ndërmarrje nuk e ka parë historia ndonjëherë. Na, shiu. Sa shpejt i merr kthes ato Vask? Po. Nuk të rrotullohen vetë. Mere bukur që si mirë se na vjen, folën e pa në zemra tona e gjen, me lule krut si qmushen të më tani, ashtu si zemra tona problemi. Me le shoku kol? A ishe, ç'kishe? Një tango, fra? Po është rumba, ti ta këtësh. Oh, ka su gjapa. Të pëlqen fjalimi ishe? Lene, na le me goj hap. Po ku i kishe tjetra të fjalë të bukura me shoku kol? Ha me që ta pëlqeu copën ajo? Kush? Ajo pra, vajza e thjesht dhe pa pretendime.
Aha. Më mbytën në të puthur ajo për ato 3 metra bas. Dhe ti e lejove një gjë të tillë? Po, ç'të keq që ka përdesë kishte dëshirë. Si duket ke pasur dhe ti dëshirë që... Po sigurisht, reciproke është. Më do dhe e dua. Bën shaka ti apo? Jo më seriozisht e kam. Ajo po e po. Pa edhe motrat e saj që mënden pas meje. Dhe më thua kështu si pa gjë të keq fare? Më duan më se më kanë dhënë tyre të vetëm. Sa i lishje, më bëre gjaku nuj. Po ti që po më bën farnet, uthull po më bën, ha? Duro me që sa të marroj stashin, duro sa të marroj shkollën, duro. Duro sa të marrë edhe një provim. Po nuk duroj dot më tani. Po pse më meqe, një shoqja ime bëri 15 vjet dashuri. Mirë, e lëm edhe ne martesën kur dalim pension. Ne tani duhet ta kishim djalin fillore. Jo po në matur. Pastaj pse djali dhe jo vajzë? Ku merr vesh ti Vask? Do të bëhet koli drejtar. Pse kështu? Se ti të flas bukur? Ja këtu do t'jemi. Po su bej, mos më thënë që Vask. Shumë keq shoku sa i mirë që deri më sot këto mallra kanë ecur me qarkullim ngadalshëm. Sot e tuti këto mallra duhet të ecin me shpejtësi. Mallat e mira shesin veten shokoli. Vishu sa i mirë ke koncepte. Mase. Çfarë ka kjo kapele të ecin me qarkullim ngadalshëm? Hë? Shokoli e grisët. S'ka faj kapele. E ka kokainë. Jashtë marrë. Koka të vogla për këto kapele gjën sa duash. Manusha që hajde pa këtu? Ja erdha. Sikur të marrim disa nga këto për dyqanin të. I marrim. Jo disa shoqe, jo. Për të gjitha. Po do marrim aj sa na duhen, shoku Koli. Gjvishu, ke koncepte. Realizimin dhe tejkalimi i planit kërkon që ne të shesim sa më shumë mallra. Të shesim, shoku Koli, po jo vetëm një lloj artikulli, por artikuj të ndryshëm. Drejt. Kujdes shoqja Moza, kujdes. Dorëzohesh në provim me siguri, e pas ke mësuar të përmendesh lëndën, si papagall. Praktika, pa këto i dim për parat e jene. Tu që ke mërë bilbil, bukur ligjërove. Po ti për vete që po bëjnë që këto mallra mos të ecin me qarkullim ngadalshëm. Nuk është faji imo shoku Koli, këto mallra ato që janë kot janë ndroj me emrin. Gjvishu Sami. Gjvishu se mbete gjithë ditën me qenë me arini për tuar. A, kam dobësi të madhe për kafshët. Macet mbi kurisi kam mbajtur, megjithëse më gërricni. Jemi në ekspozit jo kopsologjik. Koli, pasi të mbaroni ju pres në seksion. E dëgjove shok Sami? E dëgjova. E po qarkulloj. Me urdhër peshkut? Me urdhën tim Sami. Se për ndryshe do qarkulloj edhe ndonjë nga ju që nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga këto stoqe. Oj, merre. Stop stoqeve. Shoku Koli! Shoku Koli! Shoku Koli! Një minutë lu. Çfarë kishe? A shkojmë ta pim në kafe. Nuk kam kohë. Jo kot qetësoni për punë të stoqeve. Fajin e kanë shitset që nuk din t'i bëjnë reklam mallit. Shitset ankohen për ty Sami që nuk i furnizon në rregull. Kushta? Dyqanet janë plot. Janë me të gjitha ato që duan? Janë po si. A shkojnë mbi shikojnë? Po, sikur ta pinim një kafe. Më vonë tash nuk kam kohë tash. Ju pse nguteni kaq shumë për këtë punë? Ne presim edhe pak sa të vi drejtori i ri. Mbaje me që? Jo, zemra në ato që të jeni ju drejtor. Jo se duhet të bëj qefin, po e meritoni. Apo jo met? Lise me që. Cigaren ju me gjenë. Kam pirë shumë sot, nuk do ta prish gojën. Keni për të thënë gjësa mjut apo do t'i ikë? Dalova për cigaren. O, egzofshi. Shumë bukur. Ju pas ka hije. Më duket se e gjatë më E shumë. gjatë, punë e madhe. Atë man ngrall. Më man. Ashtu. I në ujë lloj cope. E shkurton pasaj dhe një 2-3 pëllëmbe edhe tamam. Vërtet? Egzofshi. Më falni. Mhm. Mos jeni gjë punoj si tregtis? Nuk ka rëndësi shoqe. Unë dash një mendim thjesht si qytetar. Edhe unë thjesht si qytetare desha të m'jepnit një mendim. Po si? Si më ri kjo palto? Apo jo, shoqe, më falni, po s'ju ka fajin tregtia. Jeni një çik jashtë standardit. Ua, troft kollarja. Gjunaret e punës tënde mos u mundot ja u hedhësh tjerëve Sami. E po unë nuk përgjigjem për ekzemplarët e rrallë që krijon natyra. Sipas teje anullojmë ligjet e natyrës, ne? Jo. Jo po thashte. Ha Marika, e bët furnizimin? Presi modelet e reja. Po ja ju plot e keni dyqanin. Po, në i modele edhe vjetrohet. Bëjt e model shokun e drejtor. Rregullo shprehje shoqe. Nuk ndjekim modën tune. Edhe? Modelet e reja trinet flen magazin? Qëndron vrejtja e shoqes? Qëndron. Qëndron, po unë ndjek porosit edhe nga ju. Çfarë porosish? Që ti nxjerrën në fund të Di.
Po dhe ju shoqja ama lëvizni. Lëvizini mallrat i shojim blerësit. Po si? Me qëllim që mallrat e dimrit i shesin në verë, kurse të verës i shesin në dimër. Marë po ti edukojmë blerësit. Po si ti edukojmë? Jepi! Dizë me që mëse, të dori shpirtin. Na. Kapelen. Teuta, mos haro parosin që t'kam dhënë. Shohim. Jo të shohim, pa tjetër. Urdhroni. Kapelen. Më falni. Përderisa jemi mirë me planin, s'kemi pse nxjerrim mallrat të tepërta në treg. Unë thash të nxjerrim gjerdanet se nuk na prishin ndonjë punë për planin. Ka e fytyrë nga ne Sami. Aman në shoko koli se, po ngrin qafa duke kthyer kokën vazhdimisht nga ju. Nga mallrat e vendit. E jo nga xhinglet që kërkojnë të kënaqin shihet mikropërgjeset në njerit. Ç'punë ke me gjerdanti? Mbuloj lindën, kam marrë lejen e lindjes së shkreta. Pastaj më duhet një patjetër për gruan e atij shok. Prap me shok ti? I qorton nga tarafet. E atij shokut pra që do t'interesohet për emërimin tuaj. Telefoni 4422. Kujdes me këto gjëra Sami se diti që nuk i duroj dotëm. Po, të gjithë e dinë që shoku Koli nuk i duron. A shkojmë lart magazin tash? Shikojmë konkretisht një gjë tani të ta harroni, ha? Çfarë ti? Çfarë kam? Ku i ke sy? Mbledhi. S'keni që thoni, gjerdanet e mrekullueshme. Po, sa do t'i shkonte një nga këta agathis tuaj. A thua? Ky kuqi me fustan të bardh, kryevepër. Qerrataj madhje, ke shihet holl Sami. Kështu thon të gjitha shitset për mua. O po lari shitset se nuk rrezikojnë planin këtu për të kënaqur orekset e gravet e të shokëve ne. Po në përfundën e 3 mujore kemi artillerinë e rëndë shoku Koli. Kush pyet për to xhingla? Pyesin. Gjena, do t'i shkonte shumë një nga këta agathis tuaj. E më nxiri se të mbetim mendja te xhinglet e Ja kishe mendja. Edhe dëgjoj këtu. Urdhro. Herë tjetër mos më thuaj se nuk të bëj asnjë lëshim. Jo, po nuk pranoj unë, po do ta pim tani një gotë birr. Po e që kafe si u bë birr. Birr. Birr me bërzoll se na lodhi me çaty ke shtyr veturën. S'ke faj Sami t'japim gishin a mirë dorën. Haj ta pim shpejt se vati von. Po si? Po e dredh bishtin, Vaskë. Kush unë? Jo ti jo, peshku. Qenje ti me që... Po gjës të shpëton pa farë? Qështë të shpërdorimi shet? Ndeza unë se po fshimi rimaga, shoku Koli. Bravo! U tash kam bërë shpenzime për të fshirë pluhurat dhe mbeturinat. Kështu nuk esë. Askush nuk e prish teresin. Askush nuk e prish ratin personal. Dhe mos më detyroni se e di që do t'u bëj në një ditë apo jo. Çfarë do na bëni shoku? Do t'u bëj atë që ka për njëri. Do t'u bëj siguresa, këta do t'u bëj. Kyçe. Pasi? Shumë zhurmë për asgjë. Po ne gjati shoqja jeta? Jo, më kujtua një komedi e Shakespeare-it. Çuj Shakespeare në kursim në energjisë elektrike. Në kohën e tij ishte zbuluar elektriciteti. As aty tek ju s'ka kurrent? Jo, ndërpre. Po si na iku kështu pa pritur? Se di. Të rishtë elektricisë. Nuk të vjen si era peshk. Nuk më vjen. I pas këtë zënë atëherë. Nuk ndjeni mi shoku Koli? Ne jam qa si pa qef. Ua, ca si pa qef thot, po juve ju digjet valli si furr. Furr le të digjet. Tavat nuk që kam pjekurën të? Jafton të e që puna mirë.
Shton gjirot. Ecin, shtohen. Gjirot? Gjirot Vaska i di më mirë, shoku Koli. Bravo i qoftë. Të mbledhim kolektivin e ta përgjithsojmë shembullin e Vaskës. Po si eci me ritme kaq shpejta Vaska? Fare thjesht. Me cejake, me vonesa në punë, me sorollatje, me xhiro në përpazar, shoku Koli. Shoqja Vjollca. Urdhra. Unë të pyes për planin e xhiros, se nuk të pyes për xhirot e bazarit. Ku është Vaska? Po, mbase në xhiro në pazar, shoku Koli, plotson kilometrazhin. Ta ashtu, ha? Po. Mos të ketë merak se dhe unë do t'i nxjerr tabellën e ndalimit qarkullimit. Dega e planit? Vaskën tua është aty? Këtu jam. Hajde këtu. Si urdhër. Për tek ju isha nëse. Këtu qenë ti? Këtu jam. Çfarë do gjëra që po na bëni? Çfarë po? Lëshimin! Nuk bëjmë këtu. Secili të përgjigjet për punën që bëjmë. Si urdhëron ku? Unë për të mirë jam nisur. Si që nga për të mirë, Vaskë të do të shkuan. Dëgjova shokun Koli që... Mua? Po, ju dëgjova juve kur i that ishës. Ç'pun ka ishëm? Prano gabimit dhe pikë. Mire, prano. Megjithëse unë sigurisat për të mirë i kam hequr. Ti pas ke hequr sigurisat? Unë jo. E më shoqja Vjollca. Ku ke qenë sot i Vaskë? Urdhra? Ku ke qenë sot? E di shoku Koli. Do na falë shoqja Vjollca, po... Jo, s'ka gjë, më mirë si jarojnë gjërat këtu ku jemi. Shkoni që merrem unë me këtë. Kërkon të fshihesh pas autoritetit tim. Usha! Po për kokën time isha. Usha tash. Unë atje kam. Usha tash! Atje kam qenë. Kush ta dy ç'është atje? Po ju më dërguat shoku Koli, ju më Usha! dërguat. Usha se të mbledh kolektivit do marr mas terren për ty. Tem shumë tash. Usha! Për jashtë! Për jashtë! Kush janë? Po ju më thatë. Po do më bëlla. Mirë futem unë tash. Usha! Ku ishe? Unë isha atje ku më dërguat ju. Pra problemi shoku Koli. Ja, ulim sarin, po pra problemin isha. Duhet këtë ndonjë propozim tjetër apo? Pa Xhanaku më tha se kandidatura kryesore jeni ju. Ashtu? Po. Shiko Vaskë se po të besoj të që shumë. Ai më tha që edhe shoku Sali vetëm për ju kish folur. Shumë pa Xhanaku. Po s'ka pse të mos flas shoku Sali, ne kemi kaq vjet komshi, edhe shkojmë si vëllezër. Se ka mund të dush si tutër. Mirë Vaskë, po shko tani e shtroj punës. E mos brit lart e poshtë. Kam merak me. Se diti që lëshime s'baju. Mirë pafshi. Tani më e pat të cigare. Urdhër. Na va prit. Po mbaj. Here. Qyqa, si që më bëk shumë shko koll, pap dritarë se me nërjush, e me berri pëlcet këtu. Ka që pëlcet? Ja që s'kemi plasur. Fjalla vjen se zjen gjose ta shumë. Duhet ruajtur shëndeti ishe, se nuk e përkasim vetëm vetes. Ashtu ush, dhe gruas në kalamajve. Edhe shoqërish. Ashtu shko kolli djeta jo, se pa shoqni s'kemi gjenë Terezi. You may rest a little. Well, but if you are tired, you may rest a little. If you are tired, you may rest a little. Pra, në qoftë se je I lodhur, mund të pushosh pak. O, sa mirë. U shua në mësime. Lekjo anglishtja e ka dëpsuar fare. Urdhroni merrni. Faleminderit Agathi. Bersani një thik, lutem. S'ke që bën me Agathi. Edhe arti ju në rrezikon të mbetet matematik. Po ne kemi edhe hallin e vajzës. Urdhroni profesor Merrni. Sa ti gjejmë një punë përshtatshme.
E po tani edhe ne do bëjmë diçka për ju, profesor. I faleminderit. Bersani, merret keqen mami. Nuk e du. Merre, haje se i do pësua. Po mendja shnosh në trup të shnosh, ka thënë babaj. Merret. Këte? Merret dhe këte. Ai është. Edhe Ziles tani i bie me autoritet. Erdha unë! Vazhdojmë. If you are tired, you may rest a little. If you are tired, you may rest a little. Shqicet e më posre do të meren si pas regullave. Po kush të thatë shkelish rregullat, Koli? Në vend që të marrësh një vajzë që se një, merr vajzën e profesorit. Lëshime të tilla grua nuk mund të bëjë, sidomos tani që po bëjmë drejtor. Po do ta bësh. Do ta bësh për hatrin tim, do ta bësh. Mos se këti këntor. Do ta bësh? Akati, bisedimi nga pozitat e forcës nuk mund të zhvillohet. Do ta bësh apo s'do ta bësh? Nuk e bëj dot, moj grua. Nuk e bën dot. Nuk e bëj dot. Mirë atëherë lego. Ç'ke në mend bësh? Ta tregoj unë tani. Akati! You may rest a little. Well, but if you are tired, you may rest a little. Agathi, peizazh më të bukur se këtë nuk më kanë zënë sy. Po ka shi artistike, im ashtu. Edhe vetë Franca nuk është fare elastik, nuk është. Ora. Faleminderit. Mirë se na erdhët. Mirë se u gjetëm. Si jeni? Faleminderit. E profesor, shtot djalim, mëson apo jo? Mirë. Shkëlqyer, Koli, flet më mirë se një diplomat. Edhe ju mos u bëni merak se unë tani do të bëj diçka për vajzën tuaj. Faleminderit shumë, Koli. Faleminderit shumë. U zhroni merrni portokallë. Ulu profesor. Agathi, faleminderit shumë, por portokallë mas modhe nuk i ham sepse na bën reaksion. Kush është? Më kujtua. Çfarë të kujtua më? Po në këtë rast e sikur të thërresin përpara se të emrojnë, Koli. Fli më gjumë se të shkojmë punë nesër pa. Edhe po të më thresin do të them faleminderit, po ka edhe më të zot nga unë. Po në gjeshin tjetër pastaj. Më kanë propozuar vetëm mua po fli gjumë. Po në qofë se i kanë propozuar edhe vjollcës. Vjollcës? Po? Shtu kujtua vjollca tashin mes natës ty më. Më kujtua se ti vetë më ke thënë që ajo është mjaft e zonja dhe mjaft e përgatitur. Po, është mjaft e zonja, mjaft e përgatitur. Bile me përgatitur nga unë. Po në qofë se bëhet ajo drejtorish. Po edhe bëhet. Po ti? Unë ati ku jam. Në drejtër? Po. Kur, Koli? Po shtë bëjmë ja gati. Të pranosh. Po mirë, po. E kam casi të vështirë të pranoj. Po, do pranosh për hatrin tim, do pranosh, Koli. E mirë, për hatrin të do pranoj, po fli gjumë tani se vajtikon. E çfarë do t'i thuash? Ju falenderit për besimin, do mundohem ta justifikoj. Të keqen agati. Ju lutem shok më shpejt, më shpejt. Ja, sa të marrë ky shoku? Prisni një minutë të se kam gjithë këto përpara. Po kemi fëmijë së mua të bëj. Ki shumë të drejtë në gjë, ki shumë të drejtë. Faleminderit, shëndet Piçiruk. Shëndet Piçiruk. Ore shok, a ka mundësi ta shohësh dhe këto orë se mbetet hatri? Mos ma prish. Me gjithë shef po i kam duart e zëna. Po hënde të shkërë dhe se mbetet këtu tërë ditën. Të lutem një çadër. Mos. Shmë bërë mërë. Shtë bërë? Shmë bërë. Harrova përse të shëtësys. Një çadër. Ja, prisni. Falni një minutë. Moza u bëvon, do dalim prapa zite. Ja, do të vazhdojmë edhe ca. Po të vazhdoj gjithë ditën kërë besh? Po do të vazhdojmë edhe ne. Me urdhëre? Jo, me iniciativë. Nga vash më shok se na vrave këtu shara dhe grave. Edhe unë çadër grazë do plej më shogje. Shok qytetar, kaloni nga radhe burrave. Mirë. Te je shota Urdhëron. Çfarë dërgash që ju burrash? Më fal. Ma thuaj pak lutem këtë 100 Tani e lekë. gjen aty 100 lekëshin ti? Po një minutë. Avash. Fal. Ik me që se kam punë. Ke punë, po kam 2 orë që mbaj kolonat atë të mos pijen. Sa herë që vjen më huton. Ja, një minutë, lutem. Hajde atje të mos hutohesh këtu. Dgjoj, mos më përmend takimin në orar të punës. Po çorar të punës tani je jashtë orarit. Mirë, tani se takojmë basdite. Ose që ka mundësi të jepsh një shport? Meçe. Urdhëro, një minutë lutem, një minutë shogje, një minutë. Ua, prap ky. Po më thirrë shitje. Dgjoj, basdite nuk vi dot se kam takim me banorët e lagjes. Shkojmë bashkë. Se unë kam takim me këshilltarin e lagjes shoqen Moza. Harrova që jemi në një lagje. E po mos marrosh demon ndonjë ditë. Po Igor shok se nuk haron shitja. Është çështje e jetë denosh. Po si? Dege katërt, dilni se po i kërkoj të gjitha degët me radhë. Edhe më thanë se është aty të kju. Kush? Shiqja pra që në nëzju faqen. U ati unë, Monda apo Moza. I thonit vi këtu. Kush jam unë, që s'ben trup. Si të më njeni,
A zëri të mirë. Koli kolla jam, edhe mësoni të njëni njerëzit në zëri. Isale? Po, shoku Koli. Ke globalin, ke dhe zërat e veçantë. Hidhi një sy. Po ja mirë është globali. Qka e shokja që vetan kohët komitet ekzekutiv? Po globalin mire kemi shoku Koli, po s'kemi zërat e veçantë në rregull. Të na rroj globali pa pak rëndësi ka për zërat veçantë. Po për i gjë më ha Meraku. Nga i mori këto të dhe nga kjo shqitse. Dikusha ka dhenë këtu nga ne. Hiq mos taj Meraku, shoku Koli, unë ja kam dhenë. Si? Ti ta kesh bërë këtë? Po. Jo, s'është e mundur. Nuk ka mundësi ta kesh bërë ti këtë. S'ka mundësi, thot. Po unë ja kam dhenë me dorën time, shoku Koli, ju thoni s'ka mundësi. Me gjithë mend e ke? Po. Pse ma bere këte, më shokja Vjollca? Tani e gjetet ma bësh këte që jam edhe në prag të... Të pensionit? Më vjen keq shoku Koli, po ju jeni akoma i ri, sa do të punoni, Kush po pyet për pensionin, po pse më bët këte? Shoqja Vjollca në telefon, komiteti i partisë. 1 minutë erdha ju thua Jeta. Kështu shoku Koli, shoqja Moza nuk është thjesht shitse, po është përfaqësuese konsumatorëve. Ishe! Ishe! Urdroni shoku Koli, çfarë doni? Dru! Tani jam në zërë, po pastroj zyrën e drejtorit. Po ti çfarë bën këtu ti? Po pastroj. Kush të ta të pastrosh zyrën e drejtorit? Askush. Si, kështu me iniciativën tënde po e bën këtë? Po zyra është e mbyllur. E po thash ta pastroj që kur të vi drejtori i ri ta gjej të parë. Si? Do me thëmë ti shoqja Ishe, e ditë ke mirë që do të vi drejtori i ri. Oh, do të vjen si do të vi. Ashtu, ha? Çfarë? Ishe, ke filluar të merresh me thashë teme? Qyqa, shto në kështu shoku Koli, e ku kam kohën të merrem me thashë theme? Po ti çfarë bën tu? Më thanë të vike zyra ju e shoku në drejtor. Si ke emrin? Moza në vimri. Moza. Moza. Do me thënë ti që nga Moza. Urdhro ullu shoqja Moza. Edhe më vjen shumë keq që dëgjoj nga të tjerët nga tresat që bën ti. S'kam bërë ndonjë nga tresu. Pse, pak të duket ajo që ke bërë? Fol, këtu duhet flasësh patjetër. Po nuk kam bërë ndonjë gjë të madhe më shoku Koli. Mbylla dyqanin 5 minuta përpara. Pas ke mbyllur edhe dyqanin para orarit, për të vajtur atje. Fol. Mos më fshi kryesorën më këtu. Po nuk e kam bërë herë tjetër të betohen. Kishin ardhur pustare të ri të Korçës, edhe unë e mora një dhe e mbajta për Samiun. Edhe të poshtë banakut? Po. Doni ta e vishin edhe me fustan Samiun? Po jo Samiun, nuk vjen tani. Më fali për motrën e Samiut. Kaq. Të tjerat i mam fshehur. Për kokë të mamit në mbaj gjë fshehur. Ta dija që do bëj kaq e madhe shoku Koli nuk e kisha bërë. Ju betohen. Të thyesh disiplinën. Të bësh allish verishe që nga e vogël. Ke edhe kurajun, ke edhe zërin pastaj. Qa zërë më ku kam zonë? Ma prandaj moj që nga kori se më dhanë, asë nuk e, asë vesh, hiksa. Qaj se të bëj unë të këndosh nesëri. Shoku Koli, E të presë. qa të duash më bëj? Vetëm për të kënduar mos më vërmoj. Zdi unë, nuk kam ma bërë fare nga ato qëra. Pi vesh sonde, se të vjen zëri. Jam në ledhje. Jam në furnizim. Jam në drejtori. Jam në... Po si? Mos më ndërprisi, lutem. Se... Edhe inventaret për mirën e punës bëhen në fundit. Po si?
Por ka raste që edhe vetë inventaret. Ska dhe se to mastiqe që mlaqishi që ditë në ditës. Shokën në drejtor! Kush folë ty? Qam qakiz jo mastiq. Posta korrigjoni lutem. Me emra Shoku Koli, ta marrim vesh dhe ne kush ka gabuar. Flas në parim pa hyrë në ollësira. Nuk do të rrim tutës gjatimi tash se kemi dhe punë tjera. Kjo mbledhje ka karakter operativ. Mos t'i shoh me sy ato pusullat që më vinin në për vitrinat. Kthehem si shpejti. Jam në ambulancë. Jam tek fëmia. Mirë që nuk na shkruani, jam edhe me lejen e lindjes. Shoku Koli, s'doni t'na jepni as lejen e lindjes. Të kuptoj më shoqe se nuk jemi kundër lindjeve ne ty. Se ç'na bëre ti ne? Po jemi kundër atyre pusullave që na vinin në për vitrina si defter të halldaçinjve. Kthej pas 5 minutash. Edhe frap. Avulloni. I lindi shëndet dyqanit. Po si? Na bëni proçkën pasaj si që bërja e shoqja juaj. Pa qau ti moza? Qau. Ty se i tur pure bere proçkën tarka tashti. S'ka pse të më vitur. Ç'neti? Po unë quaj Moza. Pa qau ti? Ti më the quaj moza? Edhe unë Moza. Po pse ty moza që nge ndër Mariu? Edhe unë Moza jam. Ai edhe ti? Po. Edhe unë Moza Edhe jam. ti? Po edhe unë Moza quaj më Shoku Koli. Edhe ti? Po pse s'toni ju që nga mushën ndër Maria plot me moza? Shoku Saliu kërkon telefon. Alo? 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 Ka pip? Paska. E paska mbyll? Si të tha ty? Ai më tha që të vi këtu. Këtu në telefon apo në zyrë? Këtë se mora vesh mirë. Po si ishte kështu? Shumë i përzemërt. Ullu paska, ullu. Shumë i përzemërt. Dhe jam i bindur 100% që me siguri për emrimin tuaj. Ullu mërë paska, ullu. Ma jetë. Urdhër. Edhe urime, shoku drejtor. Urime. Kam kaq vjetë zvëndës. Se si më duke tani që po bëhen drejtor. Kështu është në fillim po. Do mësojeni dhe ju avash avash. Si thua Vaska? Urdhër. Ti shkoj në zyrë apo kur të vinë darkë Ja, në zyrë. Në zyrë se është dhe rasti. Do me thënë të marrë meqen e të shkoj. Lemroj meqen. Meqe, leri muhabetet edhe hajde shpejt që të shkojmë komitet. Edhe me kë bën muhabet, pa? Kush e shkëm? Me atë që ta bëri gjakun uj. Kush e shkëm? Kjo është ajo. Moza e vërtet. Ajo është? Ajo është. Edhe Meqja, më falë se nuk e kam dhe zakon kështu të flasë para krave, po më vjen shumë i natë që Meqja pikrish me atë që ta bëri gjakun uj e ka rregulluar në një farë. Sa bëra mashina pse kafelet? Më falë. Do shkoj me dhe shoku Sali. Më falë. Endës. Hajde. Mirash që si drejtor, Shoku Koli. Shoku Koli, ju lutem një firmë. S'kam ko tani pastaj kur të Një kërkesë urgjente Shoku Koli për këpucë grash, ja standard. Pse kërkesa ja standardit i bëjmë prodhimit ne? Po. Ka këm grash me numër 33 gjysë Shoku Koli, ka dhe këm grash me numër 40 Qam lart. toq po na bëni më rezerv. Pse me këm të grave do merremi tani? Jo ja standardit brenda Ju standardit. lutem Shoku Koli se nuk pret puna. Mos na bëni nga këto numra. Ec. Shoku Koli! Shoku Koli! O Shoku Koli! Vaska! Ha, mora vash, se edhe ti më duhesh tani. Ha maj, po si esha numër 5, ku ikon në drejtori? Ta kisha thënë Samia apo jo? Jo, ta kisha thënë apo jo? Ha pra, mori funda e punë. U bë drejtore, thirrën komitet. Jo, re. Për kokën time? O, bo, mua do ma marrë shpirtin pare. Sikur nuk më ka me sy të mirë. Lepo, ma kishtë nxjerë emrin në mbledhje dhe një shitse që veç po s'më ranë ndorë, pa. Marë po, i duhet gjetër ilaçi Koli që ta afrojnë. Ha, ma ishe, ha, kalo. Edhe të pësojnë qikë se nuk po të nëzëmë asdera. Mirë, të pëti qetrashur, ka shumë qetrashur. Pse me? Do ju mbaletin e operës asi? Apo baleti operës të ty është keq, nuk eshe? Më randër me ndiska. Si këtu? Si mas më duket më sa mirë. Jo, re. Si mas, moj, si po. Shumë i be. Kurma. Shumë i po. Kurma. Si që ke emrin ashtu jem. O, lëri këto komplimenta tani. Shiko, këtë qëllim do ta heqish më një. 107. Më njanë ishte, e ka ndarë shoqja Landa. Landa? Për kë? Nuk e di. E mirë, do t'i thua shoqës Landa që këtë qëllim të mos e çojë gjikundi. Urdhër kategorik i drejtorit, pik mbaroj. Shoku Sami. Drejtori në telefon. Drejtori. Ai duhet jetë. Bobo, më iku zëri nga emocionet. Na, i thuaj që nuk jam këtu. Ha shpejt. Më prit. Alo? Shoku drejtor? Vaska jam. Vaska. Po cilin drejtor më Vaska? Se ne si kolektiv zimgjel. Shoku Koli? Po, unë një nga zeri.
E di pse bëre shokut për të qeshur. Vaska thon këto, e gjen shokun Koli edhe me nuhatje. Vaska, sot të mungon nuhatja. Si ka mundësi mos ta kesh marrë vesh shoku Koli ka ikur? Na më, Vaska më. O babo. I thuaj për cigare. Ja tani. Kështu e kanë këto puna Vaska. E di shketi? Nxirrat paket pinguec cigare se në uçam munda. Që kanë mbaruar shoku sa i mirë. Të betohet. Si? Se janë mbaruar. Mirë Vaska, mirë. Nxirra sa më un telefon të lutem. Urdhra? Mirë. Na foli. Nuk është këtu thuaj. Nuk është tu thot. Unë shoku sa i mirë i thash. Hurmaja. Thuaj Samiu të nxjerrë artillerinë e rënd. Artillerinë e rënd? Apo mos ndërprisi më shok, ju lutem. Shoku sa i mirë, po ne kemi urdhër të mos i nxjerrim përpara 3 mujore. Për qëllimat kemi biseduar me shoqën Landa. Kto thuaj Samiu? Po. Hiç mos keni merak. Do t'ja them mu. Diçka ka ndodhur Vask. Ika unë, më keni te konfesionet. Ku e çoni malli? Se nuk sillni mallra që ju duhen blerësve. Nga këto mallra kemi dhe për biznesajin e afshëm. Ka kush merret me atë punë? O, ilaç robash, radio ta bash. Na moj ti. Në rregull, faleminderit. Përgjegjse. Ti dhe urdhër të kthehen konfeksionet? Po unë, sepse nuk më keni sjell atë mall që kemi kërkuar. E po nuk kam faqe prodhimi, nuk i zbaton kontratat. Sami lëre prodhimin. Krye detyrën tënde ti si mercelog pa. Pastaj pse më keni sjell 4 radio mango tipi Liria? Ç'po unë bëresh ti më shoqe? A jam paguar? Jam paguar, në rregull. Le që radiot nuk i mbulojun njerë. E, po furnitori jam tha që i keni kërkuar ju. E, i thuaj furnitores. Po nuk i kërkova për të tjerët, po për shtëpinë time. Kështu. Po mirë, ja nga një në çdo dhomë. Po një ku vajti? Harrove banjon, moza. Banjon, ne? Ta tregojon ty banjon tek shoku Koli. Më vjen keq, po. Pse? Shoku Koli ka ikur me shërbim. Presum derisa të kthehet Koli. Tunja tjetër. Edhe ti, banjoja, do të shihemi. Prandaj nuk e vi me gja sot, moza? Prandaj. Dhe ku e gjeti sot që kishim lënë të takoheshim? Gara gafilere se prisha fare sot. U ndodhi dhe tani para mbledhjes komitetit. Edhe tërë punën ma prisha jo drejt Baxho. Po të mos isha këtyre atje me siguri do t'i kisha kapur pa ikur shok të komisionit. Se mos do t'ju prisni një uve ata. Pa harruat ju që po shkonit në një rreth tjetër. Nuk harrua ma gafi jo. Po na vonoi Baxhëziu. Dhe tani humbe shpresat fare. Jo më shpresat që kam humuru se kam letrën për atë punë po. Po, në të kthyer i bëm një vizitë babait shokut Sali atje në fshat. Ai shkruajti një letër të birit dhe më duket se i ka shkruar edhe për mua. Po ngele gjithë kohën duke qeshur mor Bersan. Sikur nuk bën mësimet, por sheh në një komedi. E çfarë kam mua mama pse më bën fizika për të qeshur? Po fizika nuk mbaj mend ndonjëherë të ketë shkaktuar të qeshur e Bersan. Po kanë ndryshuar kohë tani. Ka ndryshuar e s'ka ndryshuar, bëj mësime se ngele gjithë kohën me fizikën dorë. Los me këtë. Mami, bëri një shtyp partizani. Ja çoj Bersani letrën shokut Salit. Ka nevojë ja çojmë në dak. Po nuk më the ku ke letrën ti? Gjepin e pantallona shërbimit. Gjepin e pantallonave? Unë t'i lava ato. Si? Tani na i ku zoku nga duart. Ku i ke? Ndel. Gjoj, Gazo! Gol! Gol! Me gjithë gol! Por pa bëj gol për vete ky. 2-0 marrë për Partizanin. Ti bëj keqen mami, ku dukesh në situatë. Urdhër, shikoj. Po të paktën shikojmë se çfarë ka shkruar. E çe do që ta shikosh? Burokrat. Or drejtor duhet jetë? O grua.
Me sa shoh unë, çdo gjë ka marrë fund. Si drejtor e nën drejtor, të dyja një lloj mbarojnë. Me orë. Zef, din gjë kush Vjoca? Ka shkuar deri në ministri Landa. Ç'pun kishte në ministri ajo? Për një problem më tha. Çfarë problemi? Me sa duket punë e emërimi. Po Vasa ku është? Vasën e keni te zyre drejtorit bashkë me Samion. Pse? Po ja bëjnë gati, Shokoli. Unë e bën gomari tagjin e Hakali. Folët gjë Shokoli? Jo. Unë shkoj me shërbim, ajo thur plane. Urdhra? Po iko se. Ik për kokën tënde se sta kam gjenë edhe ty tash. Sami. Mos e visi kur ke krima. Po ne punojmë tash, të lutem. Sami. Sa e ka Sami. Po ju inventarin e zyrës drejtorit bëni këtu? Jo, Shokoli, po ja. Ka negativ. O, kam do. Fërkoj. Me se të fërkoj. Po ti more. Poshtë këmës time gjetet futesh dorën? Servil. Pa dashje, më fal. Nuk të fal. Do të demaskoj si servil dhe të paft. Unë servil dhe i paft? Bërën vend. Ta që ti Vask, jenë qik servil, pranoj e kritikën. Edhe ti sa mi ke ca borxhe. Më vjen shumë keq Shokokoli. Sa ju kam? Mos bëj sikur s'kupton. Me sa ma pret mua, Shokokoli e ka fjalën gjetk. E ka fjalën tek argjimet që po bëjmë për zyrën e drejtorit. Edhe do t'i paguaj një për një. Të njoftojmë llogarinë, Shokokoli? Me një herë. Urdhra. Ç'pati, pse u pre? Pip, kishte pip? Kishte po u pre. Do t'jetë skarco telefoni. Ti e soll. Këtë dhe qilimin bashkë. Po e zgjodhëm bashkë ama. Ç'është ky qilim? Këtë qilim Shokokoli e kishin hequr me njanë për pajin e një vajze. Pajin e një vajze? Për të kënaqur shihet mikroborgjeze të ndonjërit. Të ndonjëres. Të ndonjëres ma ka. Aq më keq të ndonjë punojësi tregtis. Por ne nuk lejuam Shokokoli. As nuk do të lejoj. Që ky qilim të shkelet nga këmbët e një paje vajze. Domethënë e një vajze paje, por e thollëm këtu në zyrën tuaj. Zyrën e kam atje. Jo Shokokoli. E keni këtu. Sami. Se pas ka marrë vesh për Shiko, nuk lejoj të merreni me thashetime në zyrën e drejtorit. Mor vesh apo jo? Urdhëroni. Na fali Shokokoli, po. Ne nuk e dinim që ju Çfarë nuk dinit ju? Ai miku i Jordanit. Shokokoli, po ta dinim që ju nuk e dinit. Çfarë? Mua miku i Jordanit. Dorë? Ka marrë fund. Ja me timi. E sigurt? Ua. Mo ma tha Baxhanaku? Xhanaku. Unë mora vesh për para te. Ma tha i miku i Jordanit. Ma tha Baxhanaku, ma tha ka marrë fund e fund. Ashtu e? Po. Çka mos u merrni me këto? Se janë vogëlsira. Sepse në fakt lajmi zyrtare mori vesh e para ishjen. Kush? Ishja Shokokoli. Thirrni pas besuar. Ishe? Jo, këtu kemi instaluar zile për t'ju kursyer juve kohën. E financës, e planit. Ishe, u lodhe? Ja. E administratës, e kuadrës. Ishe ku e ka? Këtu. Këtu të kaloj. Mire ka drejtori. T'ja ndrojmë. Edhe te kundra. Siç duket na ka thirr Shokokoli. Po ç'është Shokokoli? Kjo është zyra drejtorit. Drejtori s'ka akoma. S'dim gjë. Hyse ti pa. Jo, hirtish, hajde. Dëgjoj mo hyjë parë. O ishja. Edhe ty të lajmëron ishte? Razilja pra? A di çka hyjë parë? Hajt lum. Ja me po y. Ha ishe. Të fshi Shokokol? Shoku drejtor. S'ka nevojë Sami. Do të marrin vesh. Do na fshish ti shoqja ishe po më vonë. Kush e ka zarfin tim? Jeta. Thirret vi këtu. Është me raport. Me raport? Po. Që tani e gjeti të marrë raport ajo? E, ku të pyet se mundi është Shokokol? Të kuptoj më shoqja, nuk kemi kundër smundjeve ne këtu. Po të na kishte njoftuar. Mirë, shko. Ta shtrojmë qilimin shoku drejtor. Ta shtroni po si. Ndryshe është ta shtrosh në dhomën e një nuse, ndryshe në zyrën e një drejtori që është pronë përbashkët. Palerin le. Çfarë? Sa raport mori jeta? Oh, mos e di ishja. Ta pyes? A shkon. Ishe! Ishe! O ishe! Ishe! Shoku drejtor. 10:15. Ditë? Jo vetë janë mbledhur në korridor. Me siguri prej zileve. Vazhdoni punën, u thoj se po provojmë aparaturën e re. Mirë. Moza! Moza!
Mo! Moza! Meqe, qëfar kema? Moza? Pan pisko pa këtu mu? Ja të piskova. Si qenë kam në ndër? Ua, që janë këto paragjykime, Meqe? Paragjykime? Janë kusurët e uniformitetit tuaj, Moza. Pse? Pa shikoj e të vajzën ati? Me atë tipin e çuditshëm që vjetë dyqanit tënë. Po. Nuk të ngjan ty ajo? Tamam si unë. E po të eshte Prandaj në prisi ti Moza. Po thash... Ç'ne thash me atë? Dëgjoj që nga Iku mendja. Eja këtej. Eja. E pas kemi të forë. Stek. Biftek. Babi, unë do ulem ma për të utës, e? Aha, ragu, bubu, frikase. Pa e qëfar të marrën të marrë të karriken? Po, më falni. Ju falendem. Ju lutë. Mirë. Urzoni ju? Në rregull? 2 birra, 2 kotoleta. Mirë? Bira, 2 kotoleta. Si? Më falni. Kotoletat sa po mbaruan? Do një tjetër. Si mbaruan kotoletat? Falni minut. Moza çfarë të marrin tjetër? Si thua? Marrin biftek? Mirë, marrim biftek. Ejmi. 2 vizat gjata dhe një të shkurtër në sjell. Po si 2 vizat? 2 biftek zgarës të. Po bifteket vonohen pak se siç e dini janë të qastë. 2 sallata. 2 sallata. Po si don? Të përzjera me ulli, gogozhare apo jeshile? Jeshile. Tjetër? Edhe një posjeshe tani në fund. Pse me buzëqeshje do të na qerasësh me që? Pse shqetësohesh ti? Qopim. Po këtu nga dolën këtu. Kosta vete vëndja. Femër e këtë shkretë. Gëzuar me të. Gëzuar, Moza. Dhe në dasmën toni, dashur. Se mori me mënd fare. Fillim fare njërë, kërë në zori tolën as mund të me ndante. Rrini. Jo, pse u quat? E shikon, Moza, u bëm për të liruar vëndin. Po. Ja, rrim tu, kolla puqi ty. Ullëni. Ju falendem. U plakëm. U plakëm, as u martuam. Qantën ku i ke? Mos, qanë e kolit. E kam arruar Se ati kështë e futur pullë? Natë mirë. Nisër me që. Ta nga shumë, hajde ulemi këtu më burë, por I kënat me mirë. Po ku kemi ta katne të eci ma shumë. Këto kam vdikja, po këto kam shkret. Që ke ftofur të keqe nëna, pas ka zën gripi të keqe. Ja ka zën dashuria, mojnën. Nuk kam kohë tani. Nuk e di se kur do kem kohë. Kur të kem? Urdhroni shoko Koli. Këtu qenë ti? Po këtu jam. Të shkuara se më thanë që ke qenë në raport. Faleminderit, po kam qenë pak pa qef. Po ç'kemi? Hiç. Si hiç? Hiç fare? Hiç fare. U harova shoko Koli. Kur isha me raport kanë sjell një zarf këtu. Po si po e futa më tani kisha. Ja, s'pas kemi gjë fare. A shiko ku ke? Tu e la shoko Koli. A shiko mos e shtet këta zarfe këtu. Jo, ishte zarfi veçantë. Jo. Po s'do më gjë veçantesh. Ku e la shumë? Tani kisha. A shikoj këta zarfe ti, hajde. Shoku Koli, urdhro. desha të bisedoja me ju. Flisni se po ju dëgjoj. S'ka gjë shoku Koli. Mbarruni punë dhe bisedojmë pastaj në zyrën tuaj. Shoqja Vjollca, prisë lutem se erdha. Po ta gjesh ma bjerë në zyrë. Ku do bisedojmë? Në zyrën ku jam tani apo? Sigurisht që në zyrën tuaj, shoku Koli. Urdhër. Qishe? Hape vëllë. Më falë, shoku Koli. Të më falni, shoku Koli. Po m'duket se po ja krini shumë bishtin ati Vaskës. Qanë këto bishta që unë gjitë punojsve të administratës shoqja Vjollca?
sikur jemi majmun cirkune. Shoku Koli. Të lutem shumë, nuk jemi krerë lesh punuesish. Jemi drejtues ndërmarrje. Nuk jemi për të krehur bishtat e njerëzve. E po i gjithë ndërmarrja po zinga thashë themit e Vaskës se ju do të bëheni drejtor. Po ju nuk e dini që unë... Çfarë? Nëse ta mbyllim këtë muhabet se do ma merrni për ta shefem. Kur të bëhet zyrtarisht le ta marrin vesh të gjithë. E gjeta shoku Koli. Ishte ngatruar me shkresat e komunales, urdhroni. Habe edhe, habe. Ta marri vesh emrimin tim zyrtar shoqja Vjollca. Një firmë, shoku Koli. Që firmë, lumat? Unë u dojë ati thua firmë. Mese? Si ariq. Erdi? Mbaj vetën, shoku drejtor. Ua kam thënë, fillimi është sa i vështirë. Shoku Koli. Hajde marrë. Kini, nga gëzimi. Gëzimi matë, shikoje! Do t'i shkoj drejt e në zyrë shoku Salije, do t'i them. Na dërgoni drejtor, jo bileta sporti. Hej, pike zez. Edhe futbolin duhet mu tani. Shoku Koli, unë mendoj që mos shkoni sot tek shoku Sali. Pse? Nuk e di mirë, po me dëgjuar e kam. Çfarë ke dëgjuar ti? Pa Xhenaku më tha. Se shoku Sali nuk është më zëvendës kryetar. Si? Nuk është më zëvendës kryetar shoku Sali, thash. Shoku Koli, shoku. Alo? Urgjenca? Psikiatrinë, lutem. Erdhën. Më shoku Koli. More nuk më the si erdhi. Me të verdha. Të vezës? Që të vezës më. A ju bë si lule kungulli, kur i thashi shoku Sali nuk është më zëvendës kryetar, se e kanë emëruar zëvendës ministër. The gjeva s'kat? Erdhi goja, shoku doktor. Doktor? Qëve sikur i ka dhe kejtë kuptim. Nuk dini ata që kam kërkuar në telefon? Jo, ne jemi komisioni garave dhe i kemi ardhur të shojmë sinin ato pika. Mirë se na erdhët. Agron Molla. Kryetari komisionit të rrethit ton. Kolikola. Kryetari komisionit të rrethit këtu. Gëzojeni shumë, bashkimtar antar. Kolikola kryetar. Po që plek janë ta? Kolikola kryetar. Dhe o dërveri antar. Kolikola kryetar. Kolikola kryetar. Ja, e morën vesh janë kryetar. Shumë kam ledhje. Ku keni të smurin? I smuri? E keni gabim? Nuk ka të smur këtu. A është detyrim në të isë kjo? Po. Në lemon për një smur me emrin Kolikola. Ajo, duhet të kënë lajmëruar përballë në të isë, përballë Kolikolës. Jo, ma adresa është e saktë, më shak? Adresa mund t'jetë e saktë, po edhe ju të urgjencës më falë, po Gjeko e mbylli telefonin nga njërë më përpara. Vërejti me vend kjo shoku të vas. Mbase nuk dini gjë dhe i smuri është brenda. Mos e dim ne kush ta di, të lutem tash. Të lutem që na shqetëson shokun Koli, të lutem. Të lutem, mirupafshim.
familja jonë, jo. Bie te Koli. Hape, gati, hape. Nuk e hap dot. Pse më i qaka është prishur brava? Nuk është prishur brava, po jam e zënë. Nuk ta them dot që këtu. Mirë se të mora vesh. Ku e ke kapelin? Kam harruar në zyrë drejtorit. E po edhe të lashe do t'i kesh më të mëdhaja tani, Koli. Do bësh banjo apo do hash ma parë? Nuk më hahet, jam i lodhur. Nuk më bie mirë. E ke nga gëzimi e mërimit, Koli. Po do t'kaloj sa po t'bësh dushin. Të mbëj një dush sonte unë që të mbëj mend sa t'jem gjallë. Po më habit, Koli, se ti ke frikë të bësh banjo jashtë se mos ftohesh. E po duhet bësh një dush që ai që bëra unë sonte në ndërmarrje. Pastaj e mirë veç, ftohesh apo ngrohesh. Koli! Koli! Agati, ngreu se t'u bëvon për t'punë. Koli ver kasketin, mos dil kokë zbuluar, e? Mi? Koli ngreu më mirë, se mos zërgjumi. Nuk jam vonë në ngrida, po. Ngreu për vete, se jem për vonë pa hajtë. Që për kështu, Agati? Agati! Po kjo kukull vitrinë është do këtu që? Ja, më mbledhi. Agati! Kostumi dhe palto, se filloj mbledhi. Agati! Ku e kam palto? Ku është kostumi, bëj, Agati? Agati! Sa që kam sparë. Keni kostum? Që kostum, asha? Ne robat e dimrit i shesim në verë. E bleve pustanin më i krua. A, turime. Jo, bë shoqe, po kam pëtot. Bjere këtu më si më preu të pëtot. E shikon këtë buri? Ky është ai që më ofendoi atë ditë. Aty ku mora patën. Të rraf kollarja. Të rraf kollarja. Ikore shokse, nuk jam sabi unë. Më falë, më këtush. Nga falë shokse, e quajta më në kinë. Ma në kinë, të rraf kollarja. Adi ku. Fali, kur e keni blerë kjo palto? 10, verë. Tak sunt. Shoqe, a keni palto? Palto? Po ne robat e dimrit më shok, i shesim verë. Da thot verës në dimrit. Kush e ka dhe këto utër? Urdhë i shokut Koli. Si? Veqe është që ngri për kështu? Veqe, mëre. Ku i ke sytë? Jam shofe e shoqes Vjoco. Maske, kohoqe, jam Koli. Sami, jam Koli, Sami. Maske! Shpera shumë ishe.
Po ndjekim shkresat burokratike të zyrës tënde shoku Kol. Po kush ka dhënë unë? Drejtoresha e re. Po kështu jam propozuar unë. Jo, Vjoca, Vjoca. Alo, kush je? Nga drejtoria në të isë flasim, ju kush jeni? Alo, alo! Po juve kush do t'hapin gjeni këto? Drejtoresha e re. Shoku Koli, nuk I di arsyet që keni pasur. Po në prezantimin e drejtoreshës së re duhet ishit patjetër. Ashtu? Po. Urime shoqja drejtoresh. Unë drejtori shoku Koli, e keni gabim. Shoqja Vjoca. Urdhra. Në zyrë është drejtoresha e re. Po aty e keni me që shkoni. Ja, unë prit një minutë se mbarova. Jo, nuk do të pres. Era të marrë prezën e punës e do të largohem nga këtë marrë. Të vjen keq ti shoferi një shoqe kështu apo? Jo, më vjen mirë të jem shoferi një shoqe, po jo shoferi yt. Nuk të kuptoj. Po të më kuptosh. Në ndërmarrjen e njëjën të të, marrëdhëniet tona I dim. Ti tani u bëre drejtoresh, unë mbeta shofer. Nuk martohet dot drejtoresha me një shofer. Me që me shaka e këti, se ty nuk të merret veshë? Kësaj të radhe e kam shumë seriozisht. Të lutem shumë jep librezën e punës e të I. Po mirë, ne vendosim që do të martohemi? Vendosim. Tani me shkrimi tu apo si? Po, me dokument. Me gjë drejtoresh, ma shkruaj. Ja, po ta jap dhe me shkrim. Tjetër gjë çfarë do? Tjetër gjë duhet librezën e punës. Po librezën e punës tani gjanë pse do? Sepse nuk mund të qëndrojnë në një ndërmarrje burrë e grua bashkë. Ai, Jemi këtë kafe. Ai, makinë, se më bare kafelet! Ai, me makinë!